Po si nisi karriera jote me muzikën? E mban mend fillimet e tua? Në atë kohë na s'kena pas dhe me thonë, atëherë nuk kanë qenë si sot interneti, tash ka përparu teknologjia, atëherë kena pas veç radio. Po, Radio edhe në për radio kanë lëshu këngë dhe me thonë tradicionale, nuk ke mujti me dëgjua muzika të huja si sot. Edhe gjithmonë, dhe nga që familja jonë, dhe me thonë malësor dhe kanë çiftelin, edhe gjithmonë kam një këngë me çifteli, këngë popullore qytetare. Gjithmonë familja jeme me çiftelin, se malësor në ata kena çiftelin edhe xhubletën. Kur janë, dhe me thonë, vitet 90-ta, babi im ka provu të hik në Amerikë, shkaku i regjimit atëherë, jeta e vështirë, edhe ka hik vetëm njëherë. Ka thonë të hiki, ta kaloj, sa atëherë ka qenë kufini, dhe me thonë, atëherë i kanë thonë kloni, dhe me thonë izolum, me sinjal, dhe me thonë, ke prej telat, ka dhënë sinjal direkt, kanë ardhur ushtria dhe kanë fut bërë policia. Ka hik edhe unë e vogël, atëherë i kam pas 2 vjeç gjys 3. Atëherë kam nisë me knuën. Edhe unë të knuoj, lulja blini të, kujna ja le nonë në, gjyshja jeme, dhe me thonë nona e babs, duke qarë ajo derëllot se unë gënda, ajo qaj, po ku ti shonë e vogël, ajo se qanë, ajo kishte hallin e djalit, se me bu me zonë, atëherë edhe të kanë vra, në kufi. Edhe dhe me thonë që e vogël, dasme pas taj kur janë bon në për fshatra, nuk janë bon si në restoran si sot, merrshin mua duke vallëzuar me çiftin, kur merrshin mua po duke kënduar, unë kam pas shumë qef dasmat, që e vogël. Edhe kështu, pastaj në shkollë, dhe me thonë më shumë atëherë në shkollë, sa herë kishin këto aktivitete shkollore, më thirrshin mua me knu para shkollës, gjithmonë rënd parë ishte emri im, Violeta me dalë me knu para shkollës. E kështu që, po nuk ishte fat, dhe me thonë se mentaliteti jonë është, dhe me thonë atëherë, po ndrysha, kupton? Thoshin, po kjo vajzë me shku me këndu, pa e lyp profesioni me dalë veshun, jo me shkurtra, dhe me thonë mentaliteti. Po ata nuk e kanë ditë për shembull që unë veshën time e baj vetë, nuk mundet mu më shti mu dikush mu vesh si mas qefi ti. Unë e kam moralin, karakterin tem, veshëm sipas vlerave që unë, dhe me thonë familjes që kam, se janë familjare. Po ashtu kanë menu, qa me thonë, dhe me thonë, vazhdova shkollën,